Lëngu që po habit mjekët, një gotë e vetme para gjumit trajton këto 3 probleme. Domatja është ndër perimet më popullore në planet, prandaj nuk është e vështirë të siguroni vetes një gotë me lëng domate, sidomos pasi të mësoni çfarë mund të bëjë ajo për mirëqenien dhe shëndetin tuaj. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet që do të merrni nga lëngu i domates. Ndihmon në shëndetin e zorrës së trashë. Likopeni, një substancë e cila lufton edhe problemet që gjenden në shëndet, sipas ekspertëve ndihmon në zvogëlimin e riskut të problemeve të zorrës së trashë. Ai bën shumë mirë edhe shëndetit të prostatës. Likopeni parandalon problemet e prostatës, kështu që meshkujt mund të përfitojnë jashtëzakonisht shumë duke pirë lëngun e domateve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Likopeni gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të pankreasit. Sipas një studimi, meshkujt që konsumojnë në sasi të mirë të likopenit shfaqin një risk 30% më të ulët për të prekur nga problemet e pankreasit. Lëngu i domates është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për të promovuar tretjen. Falë sasive të larta të fibrave që gjenden te lëngu i domates, duke e pirë rregullisht këtë pije, do të keni sistemin tretës më të shëndetshëm dhe do të parandaloni gjithashtu edhe problemet të cilat lidhen me kapslëkun. Lëngu i domates ka veti të mira antiseptike natyrale. Për këtë arsye, lëngu i domates mund të ndihmojë ndjeshëm në luftën kundër diarres dhe infeksioneve të tjera të aparatit tuaj tretës. Lëngu i domates është një zgjidhje shumë e mirë kundër shqetësimeve të kolesterolit. Nëse vuani nga kolesteroli i lartë, është një ide e mirë të përfshini lëngun e domates në dietën tuaj. Fibrat që gjenden në këtë pije funksionojnë si një ftesë për pastrimin e kolesterolit. Lëngu i domates është gjithashtu i pasur me niacin, një mineral i cili do të ulë ndjeshëm edhe natyrën e kolesterolit, duke theksuar se problemet me kolesterolin zakonisht fillojnë pas moshës 40 vjeçare. Lëngu i domates është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër mpiksjes së gjakut dhe mund të japë rezultate mjaft të mira në këtë aspekt, citon studimi. Mpiksja e gjakut është diçka e cila mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në rastet tuaja më të vështira, por është mirë që të mos tepruhet edhe me përdorimin e produkteve të cilat do të ndikojnë edhe në përkeçimin e situatës suaj. Lëngu i domates, duke u konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj, do të ndihmojë edhe në reduktimin e problemeve të tilla. Lëngu i domates, i konsumuar në dietën tuaj të përgjithshme, mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për përmirësimin e shëndetit të trupit. Konsumi i lëngut të domates do të ulë riskun për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Gjithashtu, ekspertët tregojnë se përfshirja e lëngut të domates brenda normës lejuar vazhdimisht në dietën tuaj do të jetë një aleat i mirë edhe për shëndetin e kockave. Kalciumi nuk është e vetmja lëndë ushqyese e nevojshme që i duhen kockave të shëndetshme dhe të forta, por ju duhet gjithashtu edhe vitamina K, e nevojshme për ankorimin e kalciumit në kocka. Lëngu i domates është i pasur me vitaminën K dhe mund të jetë një aleat i çmuar i shëndetit tuaj, sidomos në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citoi studimi. Lëngu i domates është shumë i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Për shkak të ngarkesave antioksiduese të lira kundër radikaleve të lira, lëngu i domates, konsumi i tij vazhdimisht mund të ofrojë gjithashtu edhe një lëkurë më të pastër edhe më të shëndetshme. Lëngu i domates është perfekt edhe për lëkurën pa akne, sidomos edhe pasi ka veti të mira antiinflamatore. Lëngu i domates është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër inflamacionit. Inflamacioni është një gjendje që lidhet me një shumëllojshmëri të problemeve, ku përfshihet diabeti, osteoporoza, obeziteti, sëmundjet e zemrës, gjithashtu dhe artriti. Konsumi i lëngut të domates si bazë e mirë ushqyese mund të jetë një zgjidhje praktike me përfitime të çmuara për organizmin. Ndaj sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja lëngun e domates, ose mund të konsumoni gjithashtu domaten siç është, kështu vlerat e saj do të jenë më të plota. Domatja është një burim shumë i madh i vitaminave. Domate e vetme mund të ofrojë rreth 40% të rekomandimit të përditshëm minimal të vitaminës C. Për më tepër, domatet janë të pasura me vitaminën A, e cila përmirëson gjithashtu imunitetin dhe gjithashtu shëndetin e lëkurës, shikimin.
Vitamina K dhe domate është e mirë për kockat, dhe kaliumi një lëndë ushqyese kryesore për funksionin e zemrës, kontraktimin e muskujve dhe mban të balancuar presionin e gjakut. Domatet janë të mira për shëndetin e zemrës. Domatet përmbajnë antioksidantin e quajtur likopen, i cili është përgjegjës për ngjyrën e tyre të kuqe. Ullumtimet sugjerojnë se në aspektin e përfitimeve shëndetësore të zemrës është më efektiv të hani domate sesa të merrni shtojcat e likopenit. Domatet përmirësojnë gjithashtu edhe nivelin më të mirë të syve. Likopeni gjithashtu është përgjegjës për sytë tuaj, dhe kjo nuk është e vetmja lëndë ushqyese që përmbajnë domatet. Gjithashtu domatet e freskëta përmbajnë lëndë ushqyese, të cilat është edhe beta-karoten, lutein, dhe sipas ullumtimeve këto lëndë mund të mbrojnë sytë edhe nga komplikacionet të cilat mund t'i kanosin atyre vazhdimisht. Përfshirja e domates në dietën tuaj do të ketë efekte pozitive edhe në sistemin tuaj tretës. Lëngu i domates mund të jetë i dobishëm në rast se vuani gjithashtu edhe nga shqetësimet e kapsllëkut. Vetëm duhet të jeni të vetëdijshëm se konsumi i tepërt i aciditetit mund të shkaktojë edhe probleme. Lëngu i domates është një zgjidhje produktive kundër këtyre komplikacioneve, ndaj përdorimi i saj në dietën tuaj mund të jetë një nga elementët më të lartë ushqyes, të cilët mund të mbajnë larg edhe probleme me tretjen. Lëngu i domates është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trup, ndaj edhe konsumatorët e saj mund të kenë përfitime të duhura në reduktimin e këtyre komplikacioneve. Do të ofrojë gjithashtu edhe një zgjidhje mjaft të mirë për shëndetin tuaj të lëkurës. Një studim i vitit 2011 zbuloi se kombinimi i domates me vajin e ullirit mund të mbrojë lëkurën nga dëmtimet e diellit dhe nxitjen e prodhimit e prokolagjenit, një molekulë shumë e mirë e cila do t'jap lëkurës suaj të gjithë elementet ushqyes më të rëndësishëm të cilat ajo i ka më të nevojshme. Ndaj konsumi i domateve në këto raste mund të jetë alternativa juaj më e çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni të konsumoni domatet ashtu si duhet, dhe vetitë e tyre ushqyese do të bëjnë vërtet një ndryshim të madh në reduktimin e këtyre komplikacioneve, citoi studimi. Domatet janë një produkt fantastik edhe në betejën kundër radikaleve të lira. Studimet kanë gjetur se likopeni, komponenti që gjendet me shumicë të domatet, jep rezultate fantastike në betejën kundër këtyre komplikacioneve, sidomos duke rritur vlerat e trupit dhe gjithashtu duke mbajtur larg edhe komplikacionet e tij. Sigurohuni të përdorni domaten si duhet në dietën tuaj. Ndikimi i saj në organizëm do të jetë gjithashtu edhe më i madh dhe do të mbajë larg shqetësimet. Domatet kanë përfitime të mira nëse konsumohen të freskëta ose edhe nëse përdoret lëngu i tyre. Kështu, elementët ushqyes të tyre do të ndikojnë pozitivisht në reduktimin e komplikacioneve dhe në rritjen e vlerave të trupit. Domatet janë të pasura me substanca likopen, të cilat kanë veti antioksiduese dhe antiinflamatore dhe zvogëlojnë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare, sulmi në zemër, sëmundjeve koronare në zemër, goditja në true të tjera. Domatet përmbajnë gjithashtu vitaminën C dhe kalium, të cilat janë gjithashtu të rëndësishme për zemrën dhe për enët e gjakut. Domatet përmirësojnë nivelin e shëndetit të syve. Domatet janë të pasura me beta-karoten, lutein dhe zeakanthin, lëndë ushqyese që janë të rëndësishme për shëndetin e syve tanë. Ato përmirësojnë shikimin dhe ndihmojnë në parandalimin e zhvillimit të sëmundjeve të ndryshme të syrit, siç janë katarakti, degenerimi makular i lidhur me moshën dhe problemet diabetike. Domatet janë një produkt fantastik edhe për të përmirësuar kështu nivelin e tretjes. Domatet përmbajnë sasi të mira të fibrave dhe ujit. Këto komponentë janë të shkëlqyer për të përmirësuar tretjen dhe për të lehtësuar kështu jashtëqitjen. Përveç kësaj, ato kanë fibra të mira dietike që do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Ndaj mos nguroni t'i keni pjesë të dietave tuaja të rregullta. Konsumi i domateve duhet të bëhet gjithmonë edhe në mbikëqyrjen e ekspertit në rast se doni ta përdorni atë si trajtim kundër komplikacioneve të ndryshme. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndër veprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.